Almanaku On This Day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Në vitin 1269, mbreti Luigi IX i Francës shpall se të gjithë hebrejnë që kapen në publik pa një shenjë të verdhë identifikimi do të gjobiten 10 lira argjendi. 1586, kolonizatorët anglezë lënë ishullin Roanoke, duke e dështuar për të krijuar një vendbanim të përhershëm anglez në hemisferën perëndimore. Roanoke ndodhet në atë që sot është shteti Virginia. 1862, Kongresi Amerikan ndalon skllavërinë në territoret e Shteteve të Bashkuara, po deshën më shumë se 2 vjet pas këtij vendimi që sklavërit në Galveston, Texas, më në fund do të informoheshin për lirinë e tyre. 1867, Maximiliani i pari i Perandorisë së dytë meksikane u ekzekutua nga një skuadër pushkatimi në Querétaro. Ai ishte vëllai i vogël i perandorit austriak Franz Josef i parë. 1875 fillon rebelimi i Hercegovinës kundër perandorisë osmane. Kryengritësit u ndihmuan me armë dhe vullnetar nga principatat e Malit të Zi dhe Serbisë. 1886, me nismën e shoqërisë së Stambollit, u hap shkolla e parë shqipe në Kosovë. 1912, Qeveria e Shteteve të Bashkuara miraton një rregull të ri për të gjithë ata që punojnë, një ditë pune tetorshe, pa llogaritur pushimin e drekës. 1949, ndahet nga jeta Vladimir Nazor, shkrimtar kroat. 1977, Papa Pali VI shpall John Newman, shenjtorin e parë nga Shtetet e Bashkuara. John kishte lindur në Bohemi, sot Çeki, në 1811. 1988, aktore shqiptare Maria Logoreci ndahet nga jeta. 1993, ndron jetë William Golding, shkrimtar britanik. 2008, Hashim Thaçi, kryeministri i Republikës së Kosovës për herë të parë viziton Republikën e Shqipërisë në cilësinë e kryeministrit. 2012, themeluesi i WikiLeaks, Julian Assange, kërkoi azil në ambasadën ekuadoriane të Londrës nga frika e ekstradimit në SBA pas publikimit të dokumentave të klasifikuara më parë.